Është një situatë që krijon siklet të menjëhershëm. I shtrëngon dikujt dorën dhe ndjen si të shtrëngosh një pecet të lagur. Nuk ke bërë asnjë aktivitet fizik, nuk është nxehtësi ekstreme, por pëllëmbët e duarve janë si të zhytura në ujë. Për disa njerëz, ky fenomen ndodh çdo ditë, në çdo takim, në çdo situatë. Dhe ndërsa të tjerët pyesin veten pse u lag dorza, personi që përjeton këtë gjendje ndjen siklet, pasiguri dhe një pyetje të brendshme që e ndjek kudo. Pse trupi im djersin kaq shumë vetëm në duar? A është normale apo diçka po shkon keq? Në realitet, djersitja e tepruar e duarve nuk është asnjë veçori e çuditshme dhe asnjë defekt fizik. Ajo lidhet me një nga sistemet më të fuqishme dhe më të ndjeshme të trupit të njeriut, sistemin nervor simpatik. Ky sistem është përgjegjës për reagimin lufto ose ik, mekanizmi brendshëm i mbijetesës që aktivizohet sa herë trupi përjeton stres, frikë, presion, por edhe emocione të forta. Te disa persona, ky sistem aktivizohet më shumë se sa duhet, duke krijuar një gjendje të quajtur hiperhidroz palmare ose djersitje e tepërt e pëllëmbëve. Për të kuptuar pse ndodh kjo, duhet parë se si funksionon djersitja. Gjëndrat e krine, të shpërndara me densitet shumë të lartë në pëllëmbët e duarve, janë nën kontroll të drejtë për drejtë të sistemit nervor simpatik. Ndryshe nga djersitja e trupit, e cila aktivizohet kryesisht nga nxehtësia, djersitja në duar aktivizohet kryesisht nga emocionet dhe stresi. Pra, për të njëjtin stimull emocional, një person mund të djersë shumë pak, ndërsa një person tjetër mund të prodhojë stasi të mëdha djers vetëm në duar. Kur një individ ka hiperaktivitet simpatik, fibra nervore që furnizojnë gjëndrat e djersës në duar dërgojnë sinjale të vazhdueshme për prodhim djers, edhe kur nuk ka asnjë arsye fiziologjike për ta bërë këtë. Këto sinjale janë të pakontrolluara, të forta dhe të vazhdueshme, sikur trupi të ishte në një gjendje permanente gatishmërie. Për këtë arsye, djersitja e pëllëmbëve shpesh shfaqet papritur, te testet, takimet, intervistat, situatat sociale, provimet, madje edhe kur thjesht mendon diçka që të emocionon. Hiperhidroza palmare shpesh ka një komponent gjenetik. Studimet tregojnë se deri në gjysmën e personave me këtë gjendje e kanë trashëguar dhe familjarët shpesh përjetojnë të njëjtën simptom. Në këto raste, sistemi nervor simpatik është i programuar për t'u aktivizuar më shumë se sa të njerëzit e tjerë. E thënë thjesht, trupi i tyre reagon sikur çdo stimull emocional të ishte një alarm i madh. Në nivel fiziologjik, djersitja e duarve ka një rol të rëndësishëm evolucionar. Tek paraardhësit tanë, duart e lagura siguronin më shumë kapje gjatë situatave të rrezikshme, një avantazh i madh kur duhej të ngjiteshin nëpër drunj ose të malovronin shpejt gjatë largimit nga grabitqarët. Pra, sistemi simpatik aktivizohej për të përmirësuar kontrollin motorik dhe për të rritur kapacitetin e kapjes. Por në botën moderne, ku nuk na duhet të ngjitemi nëpër pemë për të bietuar, ky mekanizëm bëhet i panevojshëm, madje problematik. Hiperhidroza palmare lidhet ngushtë me qendrat emocionale të trurit. Amigdala, struktura që përpunon frikën dhe stresin, mund të dërgojë sinjale të forta drejt hipotalamusit edhe për situata të thjeshta. Hipotalamusi më pas aktivizon sistemin simpatik, i cili dërgon sinjale tek gjëndrat e krine. Ky zinxhir krijon një cikël overdrive, ku duart djersiten edhe kur trupi nuk ka asnjë arsye fizike të ftohet. Kjo djersitje shoqërohet shpesh me të tjera simptoma të aktivizimit simpatik, rrahje të shpejta të zemrës, frymëmarrje të lehtë të shpejtuar, ndjesi tensioni në stomak dhe dridhje të lehta në duar. Për disa persona, kjo gjendje krijon ankth shtesë dhe ankthi nga ana tjetër rrit sërish djersitjen. Kështu formohet një cikël i mbyllur: djersitja, sikleti, ankthi, më shumë djersitja. Në disa raste, djersitja e duarve nuk është vetëm biologjike, por edhe e lidhur me përvojat psikologjike të individit. Njerëzit që rriten me ndjeshmëri të lartë emocionale, që përjetojnë stres kronik, ankth social ose perfekcionizëm të theksuar, janë më të prirë të aktivizojnë sistemin simpatik për situata që për të tjerët janë neutrale. Edhe mendimet e brendshme mjaftojnë për të aktivizuar djersitjen pa pasur asnjë faktor të jashtëm. Në aspektin klinik, hiperhidroza palmare ndahet në dy forma, primare dhe sekondare. Forma primare vjen nga sistemi nervor vet, zakonisht që në fëmijëri ose adoleshencë. Në formën sekondare, djersitja e duarve është simptome ndonjë gjendje tjetër si hipertiroidizmi, hipoglicemia, menopauza, diabeti, çrregullimet hormonale ato marrja e disa barnave. Në këto raste, trajtimi i gjendjes bazë ul edhe djersitjen.
Nëse dikush ka duar të lagura pothuajse gjithë kohës, kjo mund të ndikojë në cilësinë e jetës. Njerëzit shmangin shtrëngimet e duarve, ndihen të pasigurt gjatë prezantimeve, kanë vështirësi me pajisje elektronike, madje u bëhet e vështirë të shkruajnë në letër. Këto situata sociale krijojnë presion emocional të madh, që nga ana e tij rrit sërish djersitjen. Sistemi nervor simpatik është i lidhur edhe me hormonet e stresit, kryesisht me adrenalinën dhe noradrenalinën. Kur këto hormone qarkullojmë në nivele të larta, gjëndrat e djersës aktivizohen fuqishëm. Për këtë arsye, djersitja e duarve shfaqet më shumë në momente tensioni emocional, provime, intervista pune, takime romantike, momente konflikti, situata pritjeje dhe çdo situatë ku ka ngarkesë të brendshme. Një faktor tjetër i rëndësishëm është lidhja midis djersitjes së duarve dhe temperaturës së trupit. Edhe ndryshimet më të vogla në temperaturë, të cilat një person i zakonshëm as nuk i ndjen, mund të mjaftojnë për të aktivizuar një person me hiperhidroz. Edhe ngritja e lehtë e temperaturës së dhomës, aktiviteti minimal fizik apo emocionet e brendshme mjaftojnë për të prodhuar djersë të dukshme në pëllëmb. Në nivel neurologjik, fibra nervore simpatike që furnizojnë duart janë më të shumta dhe më aktive se sa në zona të tjera të trupit. Kjo do të thotë se duart janë krijuar për të reaguar më shpejt dhe më fort ndaj çdo stimuli emocional. Kur këto fibra nervore janë në overdrive, gjëndrat e krines sekretojnë djersë në sasi që te i kalojnë shumë nevojën reale të trupit. Edhe lagështia e ambientit ndikon në këtë fenomen. Kur lëkura është tashmë pak e lagur nga mjedisi, gjëndrat e djersës punojnë më shumë për të ruajtur nivelin e duhur të avullimit. Në njerëzit me hiperhidroz, ky mekanizëm shumëzohet dhe krijon pëllëmb të përhershme të lagura. Një tjetër element që shpesh nënvlerësohet është fakti që duart kanë shumë pakqime dhe një lëkurë shumë të hollë. Djersa nuk shpërndahet si në pjesët e tjera të trupit, por grumbullohet në sipërfaqe, duke e bërë të dukshme dhe të ndjeshme në çdo kontakt fizik. Në aspektin social dhe emocional, djersitja e duarve krijon një cikël pasigurie. Dikush që e di se duart i djersiten, përpiqet t'i fshehë ato. Por tentativa për t'i fshehur nxit më shumë stres, dhe stresi aktivizon sistemin simpatik. Kjo është arsyeja pse shumë persona me këtë gjendje përjetojnë ndjesinë e humbjes së kontrollit mbi trupin e tyre. Menaxhimi i djersitjes së duarve kërkon qasje multidisiplinare. Disa metoda përfshin trajtime topike me solucione antiperspirante, ionezerim, iontoforezis, trajtime farmakologjike që ulin aktivitetin e sistemit simpatik, terapi psikologjike për të menaxhuar ankthin dhe në rastet më të rënda, ndërhyrjen kirurgjikale, simpatektomin torakale. Ky operacion ndërpret sinjalin nervor që shkakton djersitjen, por përdoret vetëm në raste ekstreme. Për ata që e përjetojnë, është e rëndësishme të kuptojnë se djersitja e duarve nuk është as turp, as shenjë dobësie, as problem estetik. Është një reagim fiziologjik që ka të bëjë me mënyrën se si sistemi nervor simpatik funksionon dhe si trupi përpunon emocionet. Por është gjithashtu një gjendje që mund të menaxhohet dhe kuptimi i mekanizmave të saj është hapi i parë drejt kontrollit. Në përfundim, duart e lagura nuk janë simpli një episod i sikletshëm, por rezultati një sistemi nervor simpatik që punon në overdrive. Trupi reagon ndaj botës së jashtme më shpejt, më fort dhe më intensivisht. Dhe ndërsa ky reagim ka qenë dikur mekanizëm mbijetese, sot ai shndërrohet në një sfidë të përditshme. Kuptimi i këtij fenomeni, biologjik, nervor dhe emocional, është çelësi për të rivendosur qetësinë dhe për të marrë kontrollin mbi trupin.